Të nderuar shikues, ju përshëndesim me drejt për së drejti nga Pallati i Sportit, Aslan Rusi i kryeqytetit, në transmetimin e ndeshjes futsallit, kampionati kombëtar i futsallit java e dytë. Sapo ka nisur ndeshja Partizani Vllaznia. Vllaznia është në krahun e majtë të ekranit tuaj me kostumin e saj karakteristik kuq dhe blu, ndërkohë që Partizani në krahun e djathtë me uniformën e saj, me uniformën e tij si gjithmonë të kuqe. Vllaznia vjen në javën e dytë të kampionatit kombëtar të futsallit, pas ndeshjes së parë të luajtur në Pallatin e Sportit Qasim Dervishi të Shkodrës, ku u mund me rezultatin 5-3. Një lojë shumë interesante, po në fund doli fitues flamurtari, por Vllaznia ka udhëtuar në kryeqytet sot për të marrë fitoren e parë në kampionat, sulmi i Vllaznisë. Dhe kur themi ka udhëtuar me optimizëm për të marrë fitoren e parë në kampionat, mund të themi se vetëm në 5 minutin e parë të takimit Vllaznia ka kaluar 2 herë në avantazh. Pra rezultati është Partizani 0 dhe Vllaznia 2. Golin e parë ka shënuar shumë shpejt kapiteni i Vllaznisë Alcid Tafili, ndërkohë që goli i dytë ishte tip autogoli, si rezultat i presionit Vllaznisë. Futbollistët e Partizanit e kaluan në rrjetën e tyre. Tafili në këto momente në tonë të aksion përstrit Tafili në krahun e djathtë, për ka zotëruar portieri i Partizanit. Nis ky aksion tashmë i Partizanit. Vllaznia po luan në këtë ndeshje me formacionin e saj më të mirë, me Fatos Beharin në port, për të vijuar me Besfort Gjoklej, Semir Gokaj, Ari Djepagjia dhe Alcid Tafili, kapiteni i skuadrës. Të gatshëm për ekipin e Vllaznisë e futsallit janë Olsi Gjergji, portieri i dytë i Vllaznisë, Sajmir Hyseni, Alban Bashaj, Ardit Mesi dhe Denis Sokaj. Në pankinë është drejtori sportiv i klubit futsallit Vllaznia, Arben Xhaferi, i cili duke qenë se trajneri i parë i ekipit të Vllaznisë të futsal është Alcid Tafili, është loj e drejton ekipin nga pankina Arben Xhaferi. Partizani 0, Vllaznia 2 është rezultati kur është minuta e 7, minuta 8 sapo ka filluar ndeshjes. Takimi po gjykohet nga gjyqtari më i njohur Albano Stollaj, ndërkohë që arbitri i dytë është Andi Zdrava. Kledi Shehi është vëzhgues, është mbajtës i kohës se kësaj ndeshje, ndërkohë që delegati i ndeshjes është Rigels Dushku. Ndërkohë në krahun tjetër Partizani ka këtë përbërje, është Gjorgjinjo Hoxhalli, Armand Capi, Guido Tepshi, kapiteni i skuadrës, për të vijuar me Mohamed Tafili, Fisnik Blaca. Kjo është pesja parë që është në fushë, gatshëm janë Enis Peko, David Ndreu, Arvi Shala, Orest Sulejmani, Laurence Ojeka dhe Eugen Shima. Gokaj në fundore rikthen topin, pastaj është Djepagjia, por topi është për Partizanin.
Tjetër sulmi Vllaznis, Stafili dhe ka shënuar. Ka shënuar numri 10 i Vllaznis, Ardit Messi. Ardit Messi e çon në 3-0 avantazhin e skuadrës shkodrane ndaj Partizanit në transfert. Kujtojmë që takimi po luhet në pallatin e sportit Aslan Rusi të kryeqytetit. Partizani 0, Vllaznia 3. Ashtu si tha më herët, skuadra Kuqi Blu është përgatitur sistematikisht me shumë përkushtim gjatë gjithë javës së pragndeshjes dhe një gjë tillë po shpërblehet në fushën e lojës, kur rezultati vetëm kur kanë kaluar 8 minuta dhe 28 sekonda lojë është 0-3 për Vllaznin. Një pjesë e parë e shkëlqyer e skuadrës Kuqi Blu. Duhet thënë që skuadrën Kuqi Blu po e ndjek prej së afërmi në këtë ndeshje. Edhe presidenti i klubit Vllaznia të futsallit, Fisnik Barbullushi, së bashku edhe me pjesëtar të stafit drejtues të ekipit Vllaznia Futsal, Partizani në këtë aksion. Është Onja, sa i tenton edhe numri 2 Ndreu. Ka ndryshime tek formacioni i parë i Partizanit, kërkon stafi të kuqve për të ndryshuar diçka në fushën e lojës. Vllaznia është e mobilizuar, vazhdon të jetë sigurt, shumë e saktë veprime që nga momenti i shkelmimit të topit parë nga qendra Vllaznia vazhdon të dominojë në të gjitha aspektet, ashtu si deklaruan edhe pas ndeshjes në Shkodër në javën e parë të kampionatit, kur flamurtari fitoi 3-5 në pallatin e sportit Gjazim Dervishi. Pas ndeshjes drejtori sportiv Arben Xhaferi në prononcimin e tij theksoi që ishte vetëm një ndeshje për t'u harruar rezultatin, në fakt sepse loja dhe nuk është ishte edhe aq shumë e dobët, por kthesa do të vijë në javën e dytë, theksonte pas ndeshjes drejtori sportiv Arben Xhaferi, që tashmë në mungesë të trajnerit parë Alcid Tafili, që është në fushë në rolin e kapitenit të skuadrës, drejton skuadrën në pankinë. Kjo është pushimi i kërkuar nga trajneri i Partizanit, kur shikon veten në disavantazh të 3 golave. Alcid Tafili ka hapur serin e avantazhit për Vllaznin, kapiteni Kuqi Blu, pastaj ka qenë një tip autogolli i Partizanit dhe pastaj i treti mban firmën e Ardit Messit. Një paraqitje mjaft e mirë deri në këto momente e Vllaznis, që duket që është shumë e karikuar për ta kaluar me sukses këtë takim. Kujtojmë që në përgatitjet e kampionatit Vllaznia Futsallis ishte mysafir edhe në Ulqin në turneun ndërkombëtar ballkanik, ku bëri një prezantim të shkëlqyer dhe investimet për këtë klub janë për të fituar 2 trofet, kështu paktën deklarojnë drejtuesit. Edhe pse nuk ka filluar mirë kampionati me një humbje në shtëpi me flamurtarin, drejtuesit janë të bindur që do t'ja arrijnë qëllimit. Portieri Behari për Vllaznin e kalon me shpejtësi tek Djepaxhia. Djepaxhia tek Hyseni, i aktivizuar në fushë Gokaj, pasime dyshe, kërkojnë të tërheqin kundërshtarin, të fitojnë hapësira.
janë avantazh të 3 golave dhe tashmë taktika e Vazhdisë është për të luajtur me qarkullimin e topit, për të tërhequr edhe lojtarët e Kuqës që të krijojnë hapësira në prapavijën e tyre dhe me siguri orientimi i trajnerit është për të ndëshkuar përsëri Partizanin me 1 gol të 4. Capi është Hoxhalli. Topi për Vazhdin është Samir Halili. Samir Hyseni, më falni. Besfort Gjoklaj, një nga goleshënuesit e mirë e spikatur të Vazhdis. Partizani në këtë goditje në pritet goditja nga mbrojtja Kuqe Blu dhe ka shënuar golin e 4 të kapiteni i Vazhdis, Alsit Tafili. Do pjeta e tij në këtë ndeshje 2 gola për Alsit Tafilin dhe 4-0 për Vazhdin. Kur jemi në 10 minutin e dytë të pjesës parë, minuta 14, Partizani 0, Vazhdia 4. Një autogol i Partizanit, 2 golat të Alsit Tafilit dhe një i Ardit Mesit. Një dominim tërësisht i skuadrës shkodrane, e cila u heq me shifrat e pastra 0-4 këtu në pallatin e sportit Aslan Rusi të kryeqytetit. Kujtojmë që Veriu Sport ka udhëtuar nga Shkodra për ta përcjellë drejt për drejt këtë ndeshje live për amatorët e shumë të futsallit shkodrane dhe asaj shqiptare, të cilët tashmë janë shumë të pasionuar, të vëmendshëm dhe ndjekin me shumë kënaqësi ndeshjet e kampionatit. Goditje dënimi për Partizanin është kapiteni Guido Tepshi. Gjuan fort, por topi është peguar nga një mbrojtës Kuqe Blu, pastaj Fatos Behari zotron, kapiteni Tafili, Samir Hyseni, pastaj dhe Besfort Gjokla, Hyseni përsëri për t'jep Haxhin, por nuk arrin të kombinojme të në këto momente. Vazhdia po luan me Fatos Behari në port, Besfort Gjoklaj në mbrojtje, kapiteni Alsit Tafili, Samir Hyseni dhe Ari Depaxhia në repartin e sulmit. Në sulmi Partizanit ka ndërhyrë mjaft mirë atje Ari Depaxhia për Partizanin, zotron topin dhe fiton këtë goditje nga këndi. Partizani kemi ullë për të shkurtuar diferencën e rezultatit, por nuk arrit qëllimin. Vazhdia kërcënon për 1 gol të 5. Gjoklaj e humbet kontrollin e topit. Kemi ullë atje Samir Hyseni, por topi është për Partizanin. Është Armand Capi. Pastaj edhe kapiteni Tepshi. Vazhdon aksioni. Kapiteni Tafili i vetëm Tafili pran golit 5, vetëm Shtydha Pingule ka pinguar kapitenin e Vazhdisë Alsit Tafili në një formë të shkëlqyer sot në kryeqytet. Ka shënuar 2 gola dhe trondit edhe Shtydhën e Majt Pingule të portierit të Partizanit e Nispeku. Ndrim tek Vazhdia, largohet Besfort Gjoklaj, në lojë është Ardit Mesi, ai që shënoi golin e 3 për Vazhdin. Tafili, Mesi, një futbollist i ri ky që po vjen dhe rritet nga ndeshjet në përbërjen e Vazhdisë, duke përcjellë një performancë mjaft pozitive. Edhe 4 minuta nga fundi i pjesës parë, Partizani 0, Vazhdia 4. Numri 40, Alsit Tafili, një numër ky i preferuar në vite në karrierën e tij sportive,
ashtu sikur se luante edhe me futbollin e madh, me shumë ekipe të Shqipërisë, por kryesisht me Vllaznin, por edhe në Greqi, Kosovë apo edhe në Superligën shqiptare. Partizani në aksion. E fort kjo gjujtje. E numrit 6 që ka shënuar është Orest Sulejmani. Goli i parë për Partizanin. 3 minuta nga fundi pjesës parë, ngushtohet rezultati në 1-4. Është Sulejmani që ka shkurtuar diferencën e golave të avantazhit të Vllaznis. Është përsëri Partizani që kërkon të përfitoj nga pjesë e fundit e pjesës parë për të shkurtuar diferencën. Rezultate për Vllaznia është përsëri aty në sulm. Përsëri Partizani, por ka dalë së bashku me topin jashtëvijëve kufizuese. Atje numri 5 i Partizanit, Arvi Shada. Topi përsëri për Partizanin. Jemi në 2 minutë në fundit të pjesës së parë, rezultati 1-4 për Vllaznin, pra Partizani 1, Vllaznia 4. Gokaj për Messi, gjithnjë ardit Messi, avancon në gjysmëfushën e Partizanit, gjithnjë Messi depërtoni vetëm, por ka dalë atje portieri Peku i ka prerë ullën ati sulmi individual. Është me shtralla Partizanit, por pa problem kjo sulm. Portieri Bahaj njës me shpeci Gokajn, gjithje Gokaj për kapitenin Tafili. Tafili kombinon me Messin, që gjuan fluturimthi, por topi përfundon e jashtë vijave kufizuese mbi traversën e portierit Peku, por topi për Vllaznin nga këndi, vazhdon Gokaj, e majta e ti, kërkon trekëndshin djathtë të shqipërm të portierit Peku të Partizanit, për nuk e gjet. Rradha është për Partizanin në këtë sulm, që këm gull paktin të shkojnë në dhomët e zhveshjes për pushimin mes 2 pjesëve me 1 gol të dytë. E shikojmë tashmë këtë nisje të shpejtë të Vllaznisë, pikërisht me numrin 4 Alban Bashaj, që pati mundësi ta kontrollonte më tepër, por e humbi kontrollin e topit. Përsëri Bashaj, mjaft teknik, këmbgulës, energjik. Por përsëri topi është për Partizanin. Minuta fundit për pjesën e parë të ndeshjes. Gjithnjë rezultati Partizani 1, Vllaznia 4. Sulmi për Partizanin. Numri 85, Fisnik Blaca, ka dalë portieri Behari, edhe 15 sekonda nga fundi pjesës parë. Kjo ngull Partizani për 1 gol të dytë. Tafili ka dotruar topin dhe dëgjohet sinjali gjyqtarisë. Ka përfunduar koha e rregullt për pjesën e parë të sfidës Partizani Vllaznia në futsal, kampionati kombëtar, java e dytë. Pjesa parë mbyllet me fitoren e Vllaznisë, një fitore thellë dhe merituar me rezultatin 1-4, ku ka spikatur gjithë skuadra, por duhet theksuar që kapiteni Alci Tafili është promotori dhe ai që po udhëhes skuadrën, jo vetëm me lojën e tij cilësor, por edhe me 2 gola të shënuar, ndërkohë që goli i tretë është shënuar nga Ardit Mesi dhe një autogol nga kampi i Partizanit, që goli tjetër nga kampi i Kuq është shënuar nga Orest Sulejmani. Këtu mbyllet pjesa e parë, të nderuar shikues, ju kujtojmë rezultatin: Partizani 1 dhe Vllaznia 4. Pak pushim, mos u largoni, do të jeni sërish drejt për drejt me portalin Veriu Sport për
përcjelljen e transmetimit të pjesës së dytë të takimit Partizani Vllaznia, që pjesa e parë u mbyll me fitoren e Vllaznisë 1-4.